Çfarë është shirk? Shirku është mëkati më i madh që mund të bëjë njeriu. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shok, të adhurohet dikush tjetër përveç tij. Pra nuk e fal Zoti i gjithësisë shirkun. Nëse njeriu nuk pendohet pra prej shirkut, Zoti i gjithësisë nuk e fal atë. Prandaj është e udhës që njeriu të reflektoj, të adhuroj vetëm Zotin e gjithësisë, vetëm Allahun e lartësuar. Nëse njeriu e do xhenetin, e do ta fitoj lumturinë e përjetshme në botën tjetër, duhet që me adhuru Zotin e gjithësisë një të vetëm. Wa qala al-Masihu ya bani Israila a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, dhe tha Mesihu Isai: O bijtë e Israilit, adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Sigurisht, ai i cili adhuron dikë tjetër përveç Allahut, Allahu ja ka bërë atij haram, të ndaluar xhenetin. E vend strehimi i tij do të jetë zjarri, Zoti na rujt. Allahu na boft prej atyre që e adhurojnë vetëm Zotin e gjithësisë. Amin.